Pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP, Loredana Brati ka folur për herë të parë rreth situatës së ndërlikuar me Jozin dhe ndjenjave që vazhdon të ketë për të. E ftuar në emisionin Shqipëria Live, Loredana rrëfeu përballjen emocionale që përjetoi pas incidentit të bujshëm mes Jozit dhe Gjestit, duke theksuar se sjellja e Jozit atë natë nuk ishte reflektimi i tij si person. Jozi nuk ishte mirë, ishte shumë i ngarkuar emocionalisht. Më tha, më vjen keq dhe më kërkoi të shkoja në studio. E kuptova që nuk ishte vetvetja, tha ajo, duke shtuar se skena që pa, veçanërisht momenti me Gjestin, e kishte tronditur. Loredana, ata janë shumë krenar, nuk ishte gabim, ndodhi lidhja me Jozin. Unë mësova plot, prap më ka dhënë shumë emocione, banorët e tjerë nuk i kanë ndjer ato që kam ndjer unë. Nuk e prisja dot me thik, nuk dija ku të futesha, unë e shikoja atë njeri në sy dhe më jepte emocione. Më trembi koka e Gjestit dhe normale skena ishte shumë e fortë. Jozi erdhi tek mua, më tha, shko në studio, më tha, më vjen keq, por ai nuk ishte mirë, ishte i ngarkuar. Unë sa të kem ndjenja s'do ta heq, unë edhe kur isha aty brenda dhe Jozi ishte me një gocë tjetër e mbajta.